Kapiteni i Teutës Kristi Gorea ka zhvilluar një sezon shumë të suksesshëm në Superligën shqiptare të basketbollit, duke u konfirmuar si një nga lojtarët më të rëndësishëm dhe më me ndikim në kampionat. Me performanca të qëndrueshme gjatë gjithë sezonit 2025-2026, ai ka mbajtur një rol kyç në lojën e skuadrës dursake, duke treguar leadership dhe përkushtim në çdo ndeshje. Vlerësimi më i madh ka ardhur nga platforma ndërkombëtare Eurobasket, e cila e ka përfshirë Goren në listën e 5 basketbollistëve më të mirë të kampionatit shqiptar. Kjo përzgjedhje është një dëshmi e qartë e nivelit të tij të lartë dhe e ndikimit që ka pasur në lojë përgjatë gjithë sezonit. Për më tepër, ai është shpallur dhe fituesi i çmimit Center of the Year, një vlerësim që i jepet lojtarit më të mirë në pozicionin e qendrës. Nga ana personale është një arritje për karrierën time sportive, është domethënë se sepse tregon që puna që kam bërë gjatë gjithë vitit është vëretur nga të tjerë edhe është vlerësuar, që është një gjë shumë pozitive. Normalisht unë si kapiten kam prioritet, domethënë që të kemi suksese ekipore më shumë. Është një çmim që domethënë me pjekurinë time si lojtar kanë ardhur edhe performancat më të mira. Domethënë nga ana statistikore ka qenë viti më i mirë i karrierës time, si nga përqindjet nga fusha, si nga përqindjet nga trepikshi, si në pikë, kështu që shpresojmë që vitin tjetër ta përmirësojmë edhe më shumë. Edhe pse Teuta nuk ka pasur gjithmonë një ecuri të qëndrueshme në rezultate, paraqitjet e Gores kanë qenë në nivele të larta, duke e bërë atë një pikë referimi për ekipin dhe një nga kundërshtarët më të vështirë për çdo skuadër në kampionat. Ai ka spikatur si në mbrojtje ashtu dhe në sulm, duke qenë vendimtar në shumë momente të rëndësishme të sezonit, ndërsa për sezonin e ardhshëm synon për një paraqitje shumë më të mirë për ekipin e tij. Bën të reflektosh çfarë kemi bërë gabim, çfarë duhet të përmirësojmë. Normalisht po nuk din si të ringrihesh. Këto janë mësimet e bukura që merr nga sporti dhe basketbolli në veçantë. Kështu që tani na mbetet vetëm të ringrihemi për vitin tjetër dhe ta çojmë Teutën aty ku është. Normalisht do na duhet kontributi i tifozëve, që gjithmonë na kanë ndihmuar, kontributi i sponsorëve, i bashkisë, që Teuta të jetë një rival i denjë. Çmimet e Eurobasket bazohen në një analizë të plotë të performancave individuale, ku vlerësohen statistikat e rolin në ekip, konsistenca dhe ndikimi në lojë.